Dhe ja ku jemi pas saj këngë të bukur dhe me neve në studio Skizi. Skizi, si e fillimisht tregon? Mirë, jo. Po të përuroj për këngën shumë video projekti bukur, shumë këngë bukur. Faleminderit shumë. Po na zbulon Skizi diçka më tepër rreth kësaj këngë dhe jo, fillimisht tregon pse s'ka ardhur Mila. S'ka ardhur Mila, se s'ka mujt me ardhur, e përshëndesëm. Që në Gjermani. Mila për ndryshe është nga Gjermania, apo jo? Po. A është për momentin atje? Në Gjermani është për momentin, s'ka mujt me ardhur tash në mision. Shpresojmë që në ardhshme ke marrë me Milan. Po. Patjetër. Skizi, video projekt shumë i bukur, këngë shumë e bukur, apo më tregon pak a shumë se si lindi ideja që t'je dete kjo këngë? Ideja me Mila njëherë, unë i kom do këngë ma përpara, kënoj ma herët se Mila, edhe tana qështu të bo këngë se e njof shumë ma herët, edhe i këna thona për bojmë një këngë bashkë, në ashta jetës ma mirë, i këna prëvu edhe ka jetës, ta është ka dollë. Po, kush e ka bo këngën? Këngën biti është për një producentit në Greqijës, OG Beats e ka emrin, unë e kom shkruj tekstin, Prishtinu i njëzu me një studio. Po stirojnë kontakt me këtë grekun? Pas internetit. E kom po në internet, e kom shkruj. Ka në e faqe special ku ka bita, ku ka kënga? Ku ka bita aty, më ka interesu që këtë bitë se shumë i fortë të konë, e kom kontaktu, kom shkruj të abon me morë, e kom ble, më thonë. Po, gjithë normal. Edhe të nga ka thonë, okej, mund është me përdorë. Këtë metodë, kështu. Në lidhje me tekstin e këngës? Pak ma ndryshe, vëde. Jo, normal që i morin këtë pi shqiptarëve, bitat e këtu, ama pak ma ndryshe me dorë pi... Ke dalë jashtë pi. Me kufive tonë. Po, dance hall është këtë stil ndryshe, se tjetër këngë e kam, hajde te, këtë ma hip-hop, ma ndryshe, këtë stilin ndryshe u bo. Po. Në lidhje me tekstin e këngës, dhe që e ke shkruar vetë edhe pjesën e Milës. Po. Qëfar ke dashur të nga tregosh për mes tekstit? Për pjesën tema të se tonë ati lash, ja, ku më vonë në jo naj qikës a naj këna, po veç e kena shkruj tekstin qështu se u përshtat ka edhe me bitin edhe muzikës, se qatë që me du muzikën. Ta në t'i la për muzikën? Po. Edhe i kum lanë. Jo për një femër. Për këtë i lajë. Për muzikën apo për në një femër? Për muzikën i kum lanë. Dhe me ta nuk ka të bëjë asgjë private. Jo. Teksti me ty. Private. Kështu të tregon për video projektin, kush u përgëtes? Për video projektin u bon XL-e, Prishtinës, në kina bon Prizren në studio. Ideja u konë edhe atyne, edhe e jamja pak, edhe Milës. Tana ma shumë e atyne u konë ideja për video. Ta nga ka pëlqy, e këna qitë, e kanë mëntu, ka do të super. A i ke mendu në njerë të jesh në një label Gjerman, pasi që ti jeton dhe vepron atje? Po, ku menu me konkurua që që thojnë me miqu muzikat se do të qashtu mja bo. Ku menu të, amo njëherë herët është, të Sony Music ku është edhe era, atë mund ketë me bo. Edhe se është në Gjermani, Sony Music German është. A të mund është me që demo. Sa është të zhvillu me, faktisht ta them kështu, tregu Gjerman? Zhvillu në Gjermani, në Zvicër edhe në Austri, e ngojnë. Rapin për rap, për folën. A je angazhun të ndo një label atje? Ja. Jo. A do këndosh gjermanisht? Po, apo ke vendosur që gjithë karierën tënde pra të përqëndrosh në muzikë shqipe? Po, ku menua gjermanisht me bo edhe ma herët, para se më janis me muzikë, ku më bo gjermanisht, ama të në ma e kom bo Shqip, e kom prevu Shqip, qysh është, ma mirë më ka do Shqip. Si du me pytë kështot, 500.000 klikime, apo 10 milion klikime vetëm për 2 javë? Po. Sa i ke bilepi që të në? As një ishë. Pse po mendon që faktikisht ka marketing të bukur dhe blemi e klikimeve? Po, ka, ama së di. Ma mirë i bon marketing shponzor në Facebook, ka edhe në YouTube e mund me bon për YouTube-ës shponzor. E ta që ty në Macedoni, në Kosovë, Shqipni, e që e shojë njerëzit, se me ble. Dhe më thonë, unë i mi ble, apo, unë i ble 1 milion, 10 milion më i mi ble, të na, sot shkoj dikon qitër, s'ma njef kongën, kërkosh, e njef naj Amerikana ku videon. Po feedbacku cili është? Nga faktikisht kolektet tu, nga shokët tu, nga njerëzit që e para pëlqejnë muzikën të ndë? Po, këtë shokët e me kam postu showbizi shqiptar, shumë faqena për Instagram, Facebook, edhe do gazeta kanë shkru. Pa njerë që e dëgjoj muzikën të ndë, ndoshta fansa, si kanë reagu? Kanë reagu në për Instagram që më kanë shkru super. A ke pas? Shumë e fort kongën kanë thonë. A ke pas ndo një kritik? Po, kritika... Përsa i përket projektit në përgjithësi? Kritika ka gjithë.
Edhe ku me ditë projekti më i mirë më konë edhe 50 Cent i merë kritika. Aty më kanë shkrujt mu në YouTube ka pos, dokumente ka pos, po janë hek pi firmës. Po. Si përballon këto komentet negative, sepse nuk është e letë që të marrësh kritika prej lloj-lloj njerëzit, ndoshta ka edhe prej atyre cilët nuk din thënë kushtimisht ta vlerësojnë punën që ke bërë. Po, ata që japin kritikat, ata nashta e shohin ndryshe, nuk e di. Alla ata që japin pozitive, negative janë njësoj, se do të mi këshyrë. Nashta nëjkush edhe që jep negativ, ta thot se ki bo qëtë flow mirë, apo dhe mund me thonë, ka edhe ta në moj me ndryshuan e qatë stil, me morë qatë mirën pitina. Edhe pëse më ka shonë ashta, dhe unë e përmisoj edhe nashta apetu më shonë, po s'ka lidhe. Sot ka po krenar kjo 500.000 klikim? Se është një farë suksesi shumë i mirë, se i kam edhe do konga tjera, ka gati 400.000, 300.000 klikime, jo si kjo, ama kjo ka i shumë mirë, se ma mërmenja që edhe bashkëpunimet janë ma ndryshe e pritën. Po dhezën, edhe qëto e kena prit pak, se i këmë thonë Milës, ma mire bojmë një bashkëpunim edhe dhezë, apo dhe se e dojnë bashkëpunimi, se vetë. O kena jarë, banë edhe vetë, po mbritë gjithë bashkëpunimi këtë sukses, banë gjithë këtë puna, do me thonë që ka nga herë do kur derë kemi ja kushtu Milës. Ndoshta daj pikpytje? Ja, jo. Ti është koleg? Ja. Jo. Veç koleg? Veç koleg. S'ka sen tjetër atë? S'ka sen tjetër. U sot që shkëmë, qka po përgati diçka të re? Po të pës. Qka po përgati të re diçka të re? Se kur përfundon janë një projekt, do me thonë që i ki pauzë, dush me fundu për tjetërën. Po e kom, ato e pata para lemru edhe ma herët, po nuk ka dollë, alo. Ta është e kom njët me bo, me qitë. Do me thonë është gati projekte. Ajo gati, ketë veç video në do në me bo, më jemi të i pri do skena, që është se ka më bo për pare është pyqja të, janë do skena për sindes ku më kone, për që ato jemi të i pri do. Kur po planifikon para përësisht? Po, nashta një muj, qështu. Fillon mu pregatit. Dhe a do jetë bashkëpunim apo solo? Jo, ajo është solo, veç vetë jam atë. Ajo u njëzdu 2015 në konga. Po. Halo, su Po, halo se ka gjithë vemë në vetë. Jo, halo. Skizi pi këngëtarëve shqiptarë me këngë kishe bashkëpunu? Këngëtarë re? Këngëtare. Kush me ndonë që o të bo muzikë të mirë tash periudhën e fundit? Po ka plot, po me emra me cek s'po dita na. S'po, për i të hujve? Për i të hujve, s'po di. Pse s'po përfshin, faktikisht, me një fjallë, 2 përgjigjet mija me dhana. Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha. Shqiptare që janë të huja. Faktikisht që me Bebe Rexha, mirë është me bo. Edhe Rita Ora ka bo sukses të madh. Definitivisht. Po, për në bëjnë krenare gjithandej. Skizi, unë ty të dëshiroj vetëm sukses, shumë faleminderit që ishe pjesë e Pastezë dhe shpresoj të shihemi me sukseset tjera dhe me projekte tjera. Faleminderit shumë. Ishte bisedë e këndshme me Skizin me neve studia, ndërsa unë do ta lësoj regjin që shkojmë edhe një herë ta dëgjojmë këngën e Skizit dhe Milës tonat unë i lash.